antar të delegacionit dhe konfirmon që nuk ka lëndime të dukshme pak orë pas lirimit të tyre. Edhe më e rëndësishme, ZPS-ja, me sa duket nuk ishte në dijeni të videos së konferencës për shtyp përpara deklaratës hyrëse të mbrojtjes, që do thotë se ZPS-ja ngriti këto akuza pa shikuar videon e aso kohë për të vlerësuar besueshmërinë e deklaratës dhënë në Uleksit nga djela në 2014. Diapozitivi 56. Duke mos qenë në gjendje të kundërshtojë të vërtetën, siç e paraqet videoja bërë në atë kohë, ZPS-ja në gjykim u përpos që të shtrembrojë këtë video duke pretenduar se ajo tregon mavijosje të detajt. Ne kemi pjesën relevante të deklaratave parashtimit të ZPS-s në këtë diapozitiv, diapozitiv 157. Megjithatë, gjatë pyetjeve tona, ne vërtetuam se ajo që ZPS-ja përpiqej të paraqiste si mavijosje ishte në fakt një hije nga ndriçimi për kamerat. Dhe pjesa relevante përkatëse e transkriptit gjendet në këtë diapozitiv lidhur me këtë pikë. Tani do t'ju lëshojmë një pjesë të shkurtër, fragment të shkurtër të kësaj video, prova materiale P00321 që vërteton këtë pikë. Edhe pse kemi audio, nuk kemi nevojë për përkthim për këtë pikë. Nëse fundmi në këtë diapozitiv, mund të shikohet krahasimi midis pjesës së videos që ka treguar ZPS-ja dëshmitari gjatë marrjes në pyetje dhe pjesës së videos që i ka treguar mbrojtja gjatë marrjes në pyetje që ajo i ka bërë. Siç tha vetë dëshmitari, video që ka treguar mbrojtja, në fakt video që ka treguar mbrojtja tregon se dora e tij ishte e bardhë si bora. Diapozitivi 159. ZPS-ja e di që kjo video diskrediton argumentet e saj lidhur me Qirezin, me gjithë këto nuk ka thënë asnjë fjalë të vetme ZPS-ja lidhur me këtë video në dosjen e saj që përbëhet nga 870 faqe. Dhe nuk ka thënë asgjë edhe në parashtrimet përmbyllëse, pavarësisht asaj që ka thënë mbrojtja në deklaratën e saj përmbyllëse, as në pyetje që ka bërë zoti Gjergj Dedej dhe pavarësisht faktit që ZPS-ja e ka vendosur, e ka paraqitur këtë video dhe si përpranim si provë materiale. Pranimi nga ZPS-ja efektit të përfuqishëm të kësaj video lidhur me këtë argument është të qashme kur nëse të kujtohet trupi gjykues se si në këtë dosje të ZPS-s të paragrafi 468 ZPS-ja pretendon që Dedej ishte traumatizuar rënd nga ky parandalim, ende ka dhimbje në këtë dorë si rezultat e kësaj dhe për këtë bazohet në intervistën e Dedejt me Uleksin në vitin 2014. Diapozitivi tjetër nuk është për publikun. Në paragrafin 945, duke folur për impaktin e viktimës lidhur me ngjarjet e Qirezit, ZPS-ja vazhdon të citojë deklaratën për Uleksin të 2014 të Dedejt, provën 680 në faqen 34260, por e ka ndryshuar këtë pretendim duke thënë që tani Dedej ka dhimbje kronike dhe humbje të dëgjimit, që janë lëndimet e cilat nuk janë të dukshme dhe mund të hidhen poshtë nga video e Qirezit, por ka hedhur poshtë pretendimin që Dedej vazhdon të vuaj nga dhimbja në krahun e djathtë apo në dorë si rezultat të ngjarjeve në Qirez, siç ka thënë në deklaratën e Uleksit 2014. Arsyeja e vetme që ZPS-ja ka hedhur poshtë këtë pretendim që ka bërë në dosjen e saj paraprake është për shkak se ZPS-ja e pranon që video e Qirezit e diskrediton deklaratën për 2014 që ka dhënë Dedej. Diapozitivi tjetër mund të transmetohet për publikun. Si përmbledhje, dëshmitë e kohës tregojnë që delegacioni nuk është abuzuar në mënyrë të rëndë as në Qirez as në Bajis dhe nuk ka të dëshmi të kohës nga 1998 të tregojë që një gjë e tillë ka ndodhur në të njëjtën kohë. Këto prova diskreditojnë deklaratat e përparshme të Dedejt, si dhe deklaratat e disa anëtarëve të tjerë të delegacionit dhe krijon të paktën dyshim të besueshëm lidhur me përmbajtjen e këtyre deklaratave. Nga ana tjetër, ZPS-ja përpiqet që të i hedhë poshtë pranimet që ka bërë në gjykatë të Dedejs lidhur me faktin që deklarata e tij 2014 ishte fabrikuar, duke argumentuar ose që ka patur frikë të tregojë të vërtetën para trupit gjykues apo që ka bërë ndarhyrje ndaj tij, pavarësisht se nuk është ngritur akuzë ndaj asnjë dëshmitari lidhur me këtë aspekt.
Megjithatë, fakti që deri ka tërhequr deklaratën e tij 2014 për Eulexin në provohet nga provat e kohës, përfshirë dhe këtë video të Gjerezit, që se kam thënë e pranon Heshtazi edhe vetë ZPS-ja. Ai nuk është gjuajtur dhe goditur në turnin e tij, siç ka thënë deklaratën e tij për Eulexin 2014, të cilën e pranon tani ZPS-ja. Tërheqja e kësaj deklaratë në gjykatë është tani e provuar dhe ngre dyshim lidhur me vërtetësinë e deklaratës së tij 2014 për 2014. Megjithatë, këto dyshime të arsyeshme që dalin nga dokumentet e kohës dhe video nuk mund të anashkalohen nga frika e dëshmitarit, siç ka thënë në dosjen përfundimtare ZPS-ja. Diapozitivi 162. Në fakt, pretendimi i ZPS-së se dëshmitari e ndryshoi dëshminë për shkak të frikës nuk është i bazuar në logjik. ZPS-ja në fakt pretendon që Dele, si dhe të tjerët, nuk kanë patur frikë që të flisnin kundër Hashim Thaçit mes 2001-shit dhe 2014-s, kur Hashim Thaçi në fakt ishte në pushtet në Kosovë dhe ato ishin kundërshtarët e tij politik. Por një dekadë më vonë, papritur, patën më shumë frikë, pavarësisht se Hashim Thaçi nuk ishte më funksione politike në Kosovë dhe mbahej pranë burgosur në Hagë. Është më shumë më e qartë se këto deklarate kanë bërë këto deklarata të rreme kur kanë menduar që mund të përfitojnë politikisht për tyre, por nuk ishin në gjendje që të bënin këto deklarata të rreme kur janë marrë në pyetje si pjesë e kësaj çështje gjyqësore. Diapozitivi 163.